Kemi lënë pas një ngjarje shumë e rëndësi, atë të garës muzikore mes europianëve, në cilën sigurisht na përfaqësoi Shqipëria shumë denjësisht, Shkodra elektronike me muzikën shumë origjinale, me intron të papërsëritshme. Sigurisht kemi pritur të gjithë që të sillte një fitore Shkodra elektronike, bile kishte shumë njerëz që vinin bas se po, fitoria si vjet trofeu do shkojë në Shqipëri, po nuk ndodhi ajo. Ndodhen shumë gjëra për një herë, votat e publikut ndryshuan me një herë garën, do lidhemi me Vullnetin tani, Vullnet Nezirin, është aranzhues, orkestrues, është instrumentist, oboist, i punësuar në ansamblin e këngëve dhe valleve shqipe këtu në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Besoj që e kemi në linjë tashmë Vullnetin. Sa prezantimi gjatë Vullnet me ansamblin e këngëve dhe valleve shqipe të Republikës së Veriut. Faleminderit për prezantim aq të bukur. Përshëndetje Xhemi. Faleminderit për ftesën. Ke dal nga puna, tani mund të flasim shtruar. Besoj se këto ditë ju aty në ansambël vetëm këtë muhabet e bëni të Eurosongut, ë? I ka bërë shumë nervoz njerëzit. Pikërisht edhe si e the edhe vet, nuk besoj se ka pat ndonjë vit që kemi qenë aq të emocionuar dhe aq me shpresa se vitin tjetër thonim do shikojmë Eurosongun në Tiranë. Ishim aq të binjshëm se Shkodra elektronike do sjell vendin e parë. E çka ndodhi? Pse nuk e solli? Të fillojmë nga fillimi, domethënë Eurosongu është një festival prestigjioz botror që është krijuar në vitin 1956, nëse nuk gaboj, është përdorur si mjet për t'i bashkuar të gjithë shtetet e ku më mirë se me anë të muzikës, gjuhës univerzale. Edhe gjatë gjithë viteve ka qenë një festival mjaft profesional që është marrë vetëm në aspektin e muzikës. Po sikur vitet e fundit, përveç organizimit të festivalit muzikor, Eurosongu çdo vit ka ardhur me një propagandë apo një ide politike të cilën është munduar të imponojë edhe popullit tanë mban. Për mendimin tim, këtë vit ka qenë ajo që ka dashur ta bëjë Eurosongu, ka qenë krijimi një iluzioni sikur Izraeli, shteti i Izraelit ka ende simpatinë e gjithë botës, ndërkohë që ajo bojkotohet bindshëm nga e gjithë bota për shkak gjenocidit që kryen në Palestinë. Kemi edhe dëshmi të tjera në përjetës sociale ku vetë edhe izraelitët janë deklaruar se me anë të kartelave bankare që kanë për shumë shtete të ndryshme atë kanë votuar ilegalisht shumë herë. Domethënë këtë vit Eurosongu ka pat shumë thyrje ligjore, të cilat nuk është dashur të ndodhin. Për mendimin tim, Shkodra elektronike është dashur të jetë në një garë shumë të fortë me Austrinë. Themi të drejtë edhe Austria ka pat këngën shumë të bukur, por Shkodra elektronike, siç u theksua edhe nga CNN, ishte pjesëmarrja më e bukur e vitit 2025. Duke u nisur nga teksti, nga gegnishja ku flet për kërkim autoktone. Autoktone, simbolika zjermi është. E kemi parë edhe në filma, edhe në për legjenda e mitë, zjermi përdoret si mjet për t'u pastruar. Prandaj kemi edhe tekstin, krijon në mua një zemër të pastër. Domethënë mesazhi është dalja nga errësira në dritë, që është një mesazh shumë i bukur. Është përdorimi i instrumenteve popullore siç është çiftelia, ku fillon edhe introja. Edhe në aspektin e muzikës dhe kompozicionit ka qenë një këngë mjaft unike, të cilën nuk e kemi dëgjuar më parë në Eurosong. Ndërkaq Austria me këngën Wasted Love ka qenë këngë mjaft e bukur, po siç e thash, nuk është diçka jo e dëgjuar. Ajo ndoshta e kanë cilësuar edhe si fituese nga këndimi i këngëtarit në mënyrë si kastratët, ku mashkulli mund të arrijë regjistrin e vokalit të një femre, po siç e thash, nuk është diçka jo e dëgjuar. Ndërkohë që Shkodra elektronike erdhi si një projekt i kompletuar. Ka teksti, kompozicioni, biles edhe i kishim menduar mjaft mirë edhe legjendën e Rozafës, si e shpjegon edhe vetë. Po, shumë e bukur ishte ajo pjesë. Mendoj që kanë qenë gjitha të komponentat paraqitura ose e gjithë historia shqiptare brenda një performance. Brenda një këngë kemi pa të kaluarën, po shihnim në atë këngë edhe të ardhmen. Home is where Chile mist, kjo do ngelet një slogan shumë i njohur, sepse gjithmonë dim të bëjmë sloganen e shqiptarët.
Fiks. Edhe them drejtën, nëse shikojmë historinë e pjesëmarrjes së Shqipërisë në Eurosong, çdo vit kemi dërguar super këngëtarë, po në të njëjtën këngë super projekte të ndryshme nga njëra tjetra. Domethënë, i kemi shfrytzuar gjithë mundësitë që i kemi. Është shumë e vërtet kjo që thua Vullnet, sepse ti edhe një njohës i mirë i muzikës, që këngët gjithnjë kanë qenë shumë të ndryshme njëra me tjetrën. Edhe bashkë e mendoja, domethënë, mënyrën, zërin. Do kisha dashur të më veçoje cilat projekte muzikore kanë qenë sipas teje më të suksesshme dhe të nënvlerësuara nga Eurovisioni. Është për të ardhur keq në të njëjtën kohë se nëse do bënim një analizë të Shqipërisë, një shtet i cili ka dërguar, le të themi, Eugen Pushpepën, do një vokal rockstari, e keni Eugen Pushpepën që edhe Eugen ti pat mjaft komplimente shumë të bukura dhe vlerësime shumë të mëdha, por nuk e solli fitoren. Do një zërin kristal operistik, e kemi Ronan Ishliunkë, ende flitet, biles edhe këtë radhë në finale u tregua një insert i shkurt i Ronan Ishliut, atë momentin ku e mbat një notë akute për shumë kohë që do doja të shpallin në një konkurs, nëse do kush do mund të fiton të Ronan në këtë pikë. Faktikisht Rona dhe i solli fitoren më të madhe deri më sot, apo jo? Duke i dhënë vendin e 5 nëse nuk gaboj. Fiks, po biles edhe me vetë pjesëmarrjen debutimin e parë të Shqipërisë që është shfaqen në vitin 2004 me Aniza Shahinin me këngën Image of You. Do me thënë Aniza për herë të parë në Eurosong është marrë pjesë. Po, Aniza ka qenë pjesëmarrja e parë dhe që në atë kohë Shqipëria erdhi me diçka jashtëzakonisht profesioniste dhe të kompletuar. Do me thënë Shqipëria çdo vit ka dërguar super këngëtar, po edhe ndoshta mund të marrë edhe pakuretje për këtë koment, ndoshta edhe me pjesëmarrjen e Ronela Hajatit, të cilën e kritikuan shumë për lëvizjet jo. Po thua që kënga ishte mirë sepse ka shumë të tillë që mendojnë se nuk do flas në aspektin muzikor për këngën se çfarë niveli ka qenë, po është kënga e vetme në atë vit të festivalit që ka marrë aq pëlqime ndërkombëtarisht, biles para se të fillojë Eurovisioni bëjnë turne në shtete të ndryshme ku këngëtarët e Eurovisionit i këndojnë këngët në për klube apo evente të ndryshme. Kënga e Ronelës e kam vërejtë se ka qenë e vetmja të cilën publiku e dinte gjithë tekstin. Dhe me thënë nuk him në atë pjesën se a ka qenë po thua publiku shqiptar apo i huaj? Jo, publiku i huaj. Ajo këngë u bë hit edhe Ronela Hajati u penalizua për lëvizjet, si themi, degeneruse apo s'di për çfarë, ndërsa në të njëjtën kohë kishte vete të cilët bënin të njëjtën dhe nuk u penalizuan. Dhe këtu e kam qëllimin që Eurosongu është shndruar në një teatër politik ku edhe votat e jurisë vinë bazohen në atë se me kë kufizohemi apo me kë kemi lidhet më të mira. Edhe kjo skandali i fundit. Ose më jep 12 pikë të jap 12 pikë, një lloj marrëveshje, po sigurisht duke pasur parasysh politikën. Ne kemi disa inserte në momentin që Beatricia kupton që ka marrë një numër të madh të votave nga publiku, por që tronditet kur e kupton që kalon në vend të dytë. E ndjekëm gjithë atë momente dhe mendoj se në atë moment ishim duke ngjerë njëtë si Beatricia, se ne nuk e pritëm, ne menduam se aq ngelëm në atë vend që ishim, por pastaj votat e publikës e dëshmuan se vërtet është pëlqyer kënga. Po si që ceka edhe më parë, nga gjithë këto parregullsi që ka patë Eurosongu, nuk më lejon të besoj se diçka në atë festival ka qenë e vërtet. Më duket më shumë si një skenar i shkruar mirë që këti do japim, këtë vend dhe aq. Dhe e thash edhe më herët, mendoj se Shqipëria duhet ta bojkotoj disa vite derisa t'i kthehet ajo shndritje këtij festivali për të cilën është krijuar. Nga që i kemi mendoj se megjithatë nuk është keq, tani po shkon ai inserti në cilin kuptojnë që kalojnë në vend të dytë me votat e publikut. Megjithatë, verdiktin final mendoj që e sjell publiku dhe është mirë të paktën në një 10 gjithmonë është Shqipëria, mos them gjithmonë, po në shumicën e rasteve ka qenë në 10 e këngëve më të mira të Europës. Ka qenë, edhe pse shumica e vendeve kanë qenë diku vendi 17-18, nëse flasim që nga pjesëmarrja, që nga debutimi i Shqipërisë. Po, si që ceka edhe më parë, janë
janë shumë harxhime, shumë resurse për pjesëmarrjen në një festival. Do kisha dashur të flasin edhe për këtë pjesë vullnet, sepse njerëzit nuk e dinë që Eurovisioni është edhe një lloj biznesi më vete. Imagjino çfarë është edhe një lloj biznesi më vetë, nga vetë për shembull edhe televotime që janë me pagesë. Festivali që është mbajtur këtë vit në Zvicër ka kushtuar diku 35 milion euro. 35 milion euro. 30 milion euro përveç edhe sponsorëve që ka pat me shumicë. Edhe si gjithashtu edhe Shqipëria nuk e di sa ka qenë shumë diku 120.000 që janë dhënë për normal për paraqitjen skenike, gjithë këto gjëra mbulon nga skenografia, veshja, nga shteti. Edhe neve nuk kemi edhe ndonjë shtet shumë i pasur temi, po edhe ndoshta njëherë duhet i dërgohet edhe mesazh. Neve nuk na konvenon të marrim një Eurovision sepse falimentojmë me njëherë, mendoj. Apo jo, prandaj ndoshta edhe Maqedonia nuk ka marrë pjesë, sepse askund nuk u bë çështje kjo që Maqedonia si vjet nuk mori pjesë në Eurovision, më duket edhe viteve tjera e bojkoton apo si është puna? Maqedonia është duke e bojkotuar këtë festival në kuptimin se nuk kemi financa të mjaftueshme, nuk ja vlen të marrim pjesë. Ashtu thonë kur duan ta bojkotojnë, apo jo? Po, nuk është se kemi edhe shumë traditë. Ndërkaq në Shqipëri organizohet edhe festivali Këngës që është organizim mjaft. Po, dhe kjo është e bukura. Më duket ishte i vetmi vend që këngën fituese të Eurosongut e nxirrte prej një festivali, prej një ngjarje të madhe këngëtarësh dhe këngësh. Unë them drejtën asnjëherë nuk e kam ditur se si është zgjedhur fituesi në Maqedoni, domethënë si është zgjedhur ai këngëtari që do të përfaqësojë Maqedoninë në Eurosong. Domethënë është bërë aq jo organizuar, ndërkohë që në Shqipëri është diçka është totalisht ndryshe, po siç e thash, Shkodra Elektronike këtë vit na ka bërë të gjithë të ngjitemi te ekrani dhe vërtet kishim shumë shpresa se do e sjellte fitoren. Por gjithsesi për neve ata janë fitues, kanë bërë një revolucion themi në këtë kohë se jemi duke u mbytur nga muzika e keqe, nga këngët shumë të bastardizuara dhe vjen Shkodra Elektronike me një kryevepër që e bëri të madhe të vogël ta dëgjoj këtë kryevepër. Edhe i ka bërë për vete shumë të huaj, sepse në sallë aty pranishëm duket njëri përfaqësues, më duket nga Franca, i cili e voton disa herë, ka qarkulluar në rrjet, që e voton disa herë këngën e Shkodrës Elektronike. E Shkodrës Elektronike. Përveç asaj në disa inserte nga provat, shikohen edhe këngëtarët të shteteve tjera kur derisa performon Shkodra Elektronike, ata janë duke u kënaqur, duke u zbavitur, bile edhe disa duke kënduar edhe tekstin. Domethënë kemi arritur t'u mësojmë edhe shqipen. Pavarësisht që shumë vështirë kuptohet sepse është në dialekt krejt kënga. Fiks. Dhe kështu i uroj Shqipërisë çdo pjesëmarrje, bile se edhe ende më mirë, po ndoshta një mesazh për Eurosongun të rregullohet si festival se ndryshe humb vlerën për të cilën është krijuar. Në mes kësaj dileme ne që kishim dhe që ja vëmë emrin të emisionit të sotëm, kësaj pjesës që po bashkë bisedojmë me ty, Eurovisioni është një garë muzikore apo politike? Na del më shumë politike apo jo? Sidomos te kjo puna e jurive. Do me thënë, këtë vit mendoj se ka qenë komplet politike, apo edhe viti ku ishte konflikti mes Rusisë dhe Ukrainës dhe që nga fillimi i festivalit, Ukraina u hiperbolizua në çdo aspekt të mundshëm, ende pa fillua festivali vetëm që të shpallet fituese në fund, sikur ajo është mirë që është përkrahje, po ndonjëherë nuk është edhe e patjetërsueshme të jetë rezultati kështu se nuk është shper ndaj ndonjërit që ka bërë pamundurën të marrë pjesë në këtë festival. Edhe siç e thash, largimi i Rusisë nga konkurrimi, që nuk ka mundësi të konkurrojë sepse është në konflikt në Ukrainën, ndërsa standardi i dyfisht është se nuk bëhet e njëjta për Izraelin. Domethënë kjo të bën qartë ta kuptosh se ka gisht politika këtu apo preferencat që kanë ata, edhe neve na ngelet vetëm të shpresojmë se ndonjëherë do jetë
Fer, do jetë fer. Eurovisioni. Edhe do mundim ta shohim. Vullnet nuk e di pse si vjet e kam përcjellur të gjithë Eurovisionin. Edhe njerëz që kur në jetë nuk e kanë përcjellur Eurovisionin, ndoshta kënga i ka bërë për vete. Nuk e di ç'a ndodhi, po e them që kishte një lloj hipnoze kjo këngë, kishte një lloj magjie, sepse nuk kish fëmijë dhe nuk kish të rritur që nuk e këndoni, nuk e performonin këtë këngën. Nëse shprehem kështu sinqerisht, herën e parë kur e kam dëgjuar, kam thënë, këngë interesante dhe ka qenë aq. Herën e dytë e tretë nuk ka mund të ndalem duke e dëgjuar. Thënë kënga është një kryevepër, nga teksti, nga komponimi, nga linja vokale. Hyrja është një kryevepër. Nuk e di, ndoshta ndonjë ditë ndoshta s'do ekzistojnë në Shqipëria dhe shqiptarët, po ajo intro nuk darohet asnjëherë, kështu që. Ajo intro darohet edhe ndoshta është hera parë që dëgjoj instrumentin e çiftelisë të tingëlloj popullore, nga që normal është instrument popullor, por të përdoret aq në mënyrë moderne. Sidomos ajo introja, siç e thash. E gjithë ka qenë një projekt super i komplementuar nga teksti, muzika, skenografia, paraqitja, gjithë i përmendën. Domethënë, edhe nga kjo intervistë që po e bëjmë tash, nga kjo analizë, vjen në përfundim se Shqipëria vërtet, siç e ka thënë edhe CNN-i, ka qenë një ndër konkurrentët më të mirë të 2025-shës. Po tash fitoi Austria, pat ca shtete në mes dhe pastaj doli Shqipëria. Kjo ishte rezultati, neve na ngelet vetëm të shpresojmë për vitet tjetër. Besoj që do ngelet nga këngët më të mira që ka përfaqësuar ndonjëherë Shqipërinë, nëse je dakord edhe ti, si njëri i kësaj fushë apo jo? Nga këngët më të mira, po edhe nga këngët më unike. Domethënë, për mua personalisht është kënga e Rona Nishliut, Eugen Bushpepës, edhe Shkodra Elektronike që janë top 3. Këngët më të mira? Këngët më të mira, po edhe më unike që Eurovisioni nuk ka patur rastin të ketë ashtu konkurent në të gjithë historinë e saj ndoshta. Vullnet, faleminderit shumë për kohën që ndave, di që je shumë i angazhuar, vazhdo ti me punët, vazhdo me profesionin tënd, edhe ndonjëherë të bësh kështu ndonjë vlerësim shumë saktë dhe profesional për ne, siç ishte kjo bisedë me ty për Eurosongun. Faleminderit shumë. Faleminderit, gjithë mira.